Dikush që të do me të vërtet, po qëndron larg teje tani dhe jo sepse ke bërë diçka gabim, por për shkak të një tipari të vetëm të brendshëm që është më i thellë se sa mendon. Lexoj këtë tekst ngadalë, merr frymë qetësisht, sepse është si një udhëtim i heshtur, një e vërtet që zbulohet pjesë pas pjese. Rreth teje ka një energji të fortë emocionale. Ndoshta e ke ndjerë në momente të shkurtra kur mendon papritur për atë person, kur një kujtim shfaqet pa arsye, kur zemra bëhet e rëndë edhe pse asgjë nuk ka ndodhur. Në ato çaste ndjen se dikush, thellë në shpirtin e tij, të mungon. Kjo lidhje nuk është rastësi. Ajo ka thellësi, kuptim dhe histori, edhe nëse ajo histori vazhdon të jetojë në heshtje. Dikush të do me të vërtet jo në mënyrë sipërfaqësore si më pëlqen, por në një mënyrë të qetë, të qëndrueshme, që refuzon të zbehet. E megjithatë, ky person qëndron në distancë, jo sepse të ka harruar apo sepse nuk ndjen më, por sepse brenda tij jeton një pasiguri e thellë. Jo një dyshim i zakonshëm, por ai që e ndjek si hije kudo. Ai mendon, do ta shkatërroj. Nuk jam i mjaftueshëm. Ajo ose ai meriton dikë më të fortë, më të mençur, më të qëndrueshëm. Ky frikë është më i zhurmshëm se dashuria e tij dhe për këtë arsye ai zgjedh distancën, edhe pse të dëshiron më shumë se gjithçka tjetër. Kur mendon për ty dhe e bën shpesh e pushtojnë ndjenjat të përziera, admirim, mall, frikë, shpresë dhe dashuri. Ti nuk je një person i zakonshëm për të. Prania jote është si një dritë e ndritshme që ndriçon brenda tij, por sa më shumë ndjen, aq më shumë frikësohet. Të do mjaftueshëm sa për të imagjinuar një të ardhme me ty, por të frikësohet mjaftueshëm sa për të ikur prej saj. Në çastet e qeta ai pyet veten nëse një ditë do të largohesh prej tij, nëse do ta zhgënjeje, nëse dobësitë e tij do të shtynin tutje. Në vend që të rrezikoj, zgjedh sigurinë e dukshme të distancës, një siguri që dhemb, por që është e njohur. Heshtja e tij nuk është mungesë interesi, distanca e tij nuk është refuzim. Është frikë e maskuar si vetë kontroll. Ajo që e mban me të vërtet pas është pasiguria e tij emocionale. Ai i mendon gjërat tepër, krahasohet me të tjerët, dyshon në vetvete, saboton lumturinë e vet dhe ikën nga ndjenjat e forta. Kjo pasiguri nuk ka të bëjë me ty, por me të kaluarën e tij, me plagë të vjetra, premtime të thyra, marrëdhënie të dështuara dhe ëndra të humbura. Ai beson se është shumë i gabuar për t'u dashur vërtet. I ndjen gjëra thellë, ndoshta shumë thellë. Dhe kur dikush si ai do, dashuria përzihet me frikë, një frikë që rëndon në zemrën e tij. Kështu ai zgjedh heshtjen në vend të rrezikut, distancën në vend të afërsisë, kontrollin në vend të brishësisë. Megjithatë, thellë brenda tij, kjo dashuri mbetet e qetë, e vërtetë dhe e paharruar. Ndonjëherë e do dik aq shumë, sa duhet ta lëshosh dhe pikërisht kjo po ndodh këtu. Mund të pyesësh veten, nëse më do me të vërtetë, pse qëndron larg? E vërteta është se disa njerëz duan thellë, por nuk dinë si ta shprehin dashurinë në mënyrë të shëndetshme. Ata shikojnë historitë e tua, kontrollojnë profilin tënd, presin një mesazh, mendojnë për ty në mbrëmje, ndjejnë xhelozi, fshehurazi dhe u mungon çdo ditë, por kur nuk gjejnë guximin për të bërë hapin e parë. Për ta është e lehtë të duan, por e vështirë të besojnë se të meritojnë. Ata mendojnë se duhet të bëhen më të mirë, më të fortë, më të qëndrueshëm. Besojnë se duhet të mbrojnë duke mbajtur distancë, por nuk kuptojnë se kjo distancë shkakton më shumë dhimbje se sa të gjitha të metat e tyre së bashku. Pas fasadës së këtij personi fshihet një betejë e heshtur. Nga jashtë duket i qetë, i fortë, i pavarur, por brenda tij ka një stuj. Ai ka frikë të mos humbas njerëzit që do. Dashuria e tij është e vërtetë, por frika është më e madhe. Heshtja e tij nuk është mospërfillje, por vetëm mbrojtje. Dhe megjithatë, ti ke një vend në zemrën e tij që askush tjetër nuk e prek. Për këtë arsye ai kur nuk të ka lëshuar plotësisht. Thellë brenda tij mban një derë të vogël hapur me shpresën se një ditë do të gjejë guximin për të kaluar sërish nëpër të. Në netët e qeta, kur bota hesht dhe mendimet nuk kanë ku të fshihen, ai mendon për ty. Pyet veten, mendon edhe ti për mua? Do të më pranoje sërish?
Më ke harruar, të mungoj? Ai e imagjinon duke të shkruar, duke përmendur emrin tënd, duke kërkuar falje, duke shpjeguar gjithçka, duke pranuar frikën e tij, duke të thënë sa shumë të do. Por pastaj frika kthehet frika se nuk është i mjaftueshëm, se do të refuzohet, se do të lëndoj përsëri. Prandaj hesht dhe shpreson që do ta kuptosh heshtjen e tij. Kjo dashuri nuk ka përfunduar. Midis jush ekziston ende diçka e gjallë, e hapur, e pashpjegueshme. Ndoshta papritur mendon për të, e sheh në ëndër apo ndjen mallin e njohur. Kjo ndodh sepse shpirti i tij ende të mban. Ai nuk ka ecur me të vërtetë përpara, vetëm fizikisht është në distancë, sepse distanca nuk do të thotë ndarje. Por kjo distancë nuk do të zgjasë për gjithmonë. Dashuria e tij është shumë e fortë për të qëndruar në hije. Heshtja e tij është vetëm e përkohshme. Malli i tij po rritet, guximi po forcohet ngadalë. Do të vijë një moment kur ai do të ndiejë, nëse nuk flas tani, do ta humbas përgjithmonë. Dhe pikërisht ai moment do ta shtyjë të kërkojë, të hapet, të pranojë se ka pasur frikë, se kur nuk të ka harruar. Universi po e udhëheq ngadalë, butësisht, por me qëndrueshmëri drejt teje, drejt shërimit dhe sinqeritetit. Por ky mesazh nuk të thotë të presësh përgjithmonë. Të fton të kuptosh. Ky person nuk ka ikur prej teje, por nga frika se do të zhgënjej. Zemra e tij nuk ka ikur kurrë me të vërtetë. Tani je thirrur të qëndrosh i qetë, i përqendruar, të fokusohesh në veten tënde, të rritesh shpirtërisht dhe të shërosh zemrën tënde. Qëndro i hapur, mos u ngrirë. Lëre lidhjen të zhvillohet natyrshëm. Kjo histori ende nuk ka përfunduar. Ka më shumë që të pret, më shumë shërim, më shumë të vërtetë, më shumë qartësi. Në fund mbetet kjo, personi që të do qëndron larg, sepse thellë brenda beson se nuk është i mjaftueshëm. Por ndjenjat e tij janë të vërteta, të gjalla dhe të forta. Distanca e tij është frikë, heshtja e tij është mbrojtje, dashuria e tij është e sinqertë. Dhe kur të vijë koha e duhur, guximi i tij do të jetë më i fortë se pasiguria dhe do të dëgjosh sërish prej tij. Jo sepse e ke kërkuar, por sepse zemra e tij nuk mund të heshtë më.